më falë, ty mund të quaj bukurosh, se gjatosh, bukurosh, nuk mendoj që ti mërzitesh, apo jo. Do me thonë, ti the si bukurosh, si gjatosh, si shkurta bish, janë të pranueshme. Ti bukurosh, mos fol për momentin. Se e kam me kolegun tim, me kolegun Noka, për të cilin kam shumë respekt, prandaj dhe po i përgjigjem se unë zakonisht nuk është se konsumoj kohën e parlamentit me përgjigje të tilla. Zonja Balluku, e para faleminderit për bukuroshin, po mu bukurosh që kam lind. Ty bukuroshe të bën paratë të shqiptarëve. Kështu që ka një diferencë madhe. Ti do bëje mirë këtu të na flisje, për Tigrin 1 dhe Tigrin 3. Ti do bëje mirë të na flisje këtu se si ti je vetmja që nga gjithë Europa, në popullin më të varfër të Europës, ke sjell kilometrin më të shtrenjtë të botës. Plot 25 milion euro. E ke bërë vetëm ti. Në Austri, kolektet tu e bëjnë me 14 milion euro kilometrin. Ti zojnë vjen këtu, në popullin më të varfër të Europës me 40.000 lekë ndihmën ekonomike, 25 milion euro kilometrin. Dhe rrugët të shkatrohen me një shi. Duhet flasësh për këto. Bukuroshët gjej kohën tate, jo në parlament. Këtu fol për këto dhe për dhunën që folën koleget e tua, zonjusha apo zonja, duhet ta dini që në politik, nëse ka ndonjë politikan që shquhet për dhunë ndaj grave, nga e Kelana në Pogradec e deri këtu në kryeministri është Edi Rama. Dhe për dhunë në këtë parlament, dhe dhunë për këtë parlament vetëm një parti ka nxjerrë armën dhe ka plagosur deputet në këtë parlament, dhe është partia që përfaqësoni ju kur ka plagosur Azemajdarin, heroin e demokracisë. Kështu që për pjesën e dhunës, ulni kokën, kërkoni ndjes edhe jepni përgjigje pyetjeve. Fjalën e ka përsëri zonja Balluku në emër të Këshillit të Ministrave. Eksakt, se kush e tha se do roj më shumë. Shals, nuk duhet rosh më shumë se unë në çdo rast. Tani ky është problemi. Problemi që është tani ky filloi të besoj që është bukurosh, kjo është më e keqja. Dhe do me thënë, dhe paqën bukurosh çfarë thoshte, tani me këtë epitetin do të çmendet fare, po s'ka gjë do ta pranojmë. Mund t'i pyesësh se unë u çudita pse ti mërzitesh kur të përmendet emri babait, po mund të pyesësh edhe Fariun, edhe Jetën, se ande nga fisi im ne jemi të bukur përgjithsisht. Kështu që nuk na është dasha si lek, kupton? Meqense e bëm pedante këtë si bisedë. Tani, ti je ai djali, do me thënë s'ke ndryshuar fare në këto 6 vite që vije dhe shtrieshe tek unaza e re, në rrotat e autometeve për të bllokuar ndërtimin e aksit më të rëndësishëm për kryeqytetin. Ndërkohë sot kalon me automjetin tënd me shpejtësi pa qëndruar në trafik dhe ndërkohë sot të gjithë ata që jetojnë në unazën e re, në të dyja krahët dhe nga Astiri dhe nga ana tjetër i është rritur vlera e pronës me disa fish. Po të kishte qenë në dorën tënde bukurosh, nuk do ishte ndërtuar kur ajo rrugë dhe do e kishe shkatruar tërë ekonominë e kryeqytetit, por fatmirësisht vota e shqiptarëve tashmë ja ka dhënë Edi Ramës mundësinë për ndërtuar këtë vend dhe jo bukuroshave si puna jote. Faleminderit dhe të më jesh mirënjohës për këtë epitet që do të ndjek që këtu e tutje. Faleminderit, fjalën e ka